I nderuar kryetar I komunës së Drejtrizi, nënkryetare, ish nënkryetare, drejtor të administratës, punonjës të administratës, ju kolegë të babit, miq dhe familjarë. Në emër të familjes unë ju falenderojmë për praninë tuaj në këtë mbledhje komemorative me rastin e vdekjes së më të dashurit tonë, kolegut juaj, doktor Bashkim Vatovcit. Kjo vdekje e hershme edhe e papritur na goditi dhe na tronditi thellë, por vdekjen e tij na bën më të lehtë që familjari ynë ishte njeri I nderuar, I respektuar, jo vetëm në qytetin e Vështrës, po edhe më gjerë. Ishte njeri I dashur, solidar dhe shuaj për humanitetin e tij. Secili që kërkoi ndihmën e doktor Bashkimit nuk mbeti I zhgënjur. Ai ndihej krenar edhe I lumtur kur mund t'i ndihmonte dikujt. Karrierën si mjek e filloi në shtëpinë e shëndetit në Vështrë, ku u shua për punën e tij korrekte me seriozitet në shërbim të pacientëve të shumë të Vështrës dhe të rrethit të qytetit tonë. Ishte një mjek I vyer, elegant edhe që e donte shumë profesionin e tij. Gjithashtu, ai shërbeu edhe gjatë luftës së fundit në Kosovë si mjek edhe si dentist për ushtarët edhe qytetarët e vendit tonë. Do të mbahet në mend si një mjek I angazhuar edhe human, si një koleg I mirë dhe korrekt, një mik I dashur dhe I sinqert, gjithashtu edhe si një qytetar I edukuar dhe me kulturë. Familja, farefisi, bashkëpunëtorët dhe miqt e humbën një mjek të përgjithshëm, një njeri fisnik, një qytetar të nderuar dhe me aur. Faleminderit shumë.